Rusia godet rezidencën ku banon ambasadori shqiptar në Kiev, Shqipëria thret ambasadorin rus. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha ka reaguar me tone të ashpra me sulmeve të fundit të Rusisë ndaj Ukrainës, duke bërë me dije se gjatë bombardimeve zgoditur kompleksi rezidencial i ambasadorit shqiptar në Kiev. Targetimi i zonave civile dhe vënia në rrezik e personelit diplomatik përfaqëson një përshkallëzim të rëndë dhe një tjetër kujtesë të zymë të kostës njerëzore të agresionit vazhdueshëm të Rusisë, shkruan. Ministri ai dënoi sulmin masiv me raketa balistike dhe dron ndaj objektivave civil në Ukrainë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Rusia përdori raketën e fuqishme balistike hipersonike Oreshnik gjatë një sulmi masiv me dron dhe raketa në Kiev të dielën dhe vrau të paktën 2 persona dhe plagosi 83 të tjerë. Në reagimin e tij, Hoxha bëri të ditur se ambasadori i Federatës Ruse në Shqipëri është thirrur për të dhënë shpjegime mbi këtë rast.